Lezhë dhe Shkodra kishin pagat mesatare më të ulta në krahasim me 12 qarqet e vendit sipas të dhënave rajonale të Instat. Në 2023 paga mesatare në Lezhë ishte 56.802 lek në muaj dhe në Shkodër 57.043 lek në muaj. Në anën tjetër Tirana kishte pagë mesatare 79.212 lek në muaj, ndjekur nga Gjirokastra me 65.000 lek në muaj. Të dhënat e pagave mesatare sipas qarqeve tregojnë për një diferencë të theksuar në nivel kombëtar, ku Tirana kryeson me një pagë mesatare ndjeshëm më të lartë se pjesa tjetër e vendit si rrjedhoi e përqendrimit më të madh të aktiviteteve ekonomike, institucioneve publike dhe kompanive private që ofrojnë paga më konkurruese në kryeqytet. Në krahun tjetër pagat më të ulta regjistrohen në Lezhë me pagë 40% më të ulët se Tirana, në Shkodër me pagë 38% më të ulët se Tirana dhe në Berat gjithashtu me pagë 38% më të ulët se Tirana. Pagat në qarqe tregojnë për pranim më të ulët të sektorëve me vlerë të shtuar dhe punësim më të lartë në aktivitete me produktivitet të kufizuar si tregtia e vogël dhe bujqësia.